Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku në këtë edicion informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi një mandat të katërt për t'u dhënë shqiptarëve pasaportën evropiane. Gjatë komunikimit në dritaren online, kryeministri u shpreh se antarësimin e pritshëm në vitin 2027 e mundëson vetëm Partia Socialiste. Fatjon Hoxhalli do të drejtoj Këshillin Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar. Në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Hoxhalli mori votbesimin e 74 deputetëve. Përveç Hoxhallit, Kuvendi miratoi edhe 10 antar të rinj të Këshillit Drejtues. Përkujtohet 117 vjetori luftës së mashkullorës në këtë fshat ku qeta e Çerçistopullit u përball atëherë me garnizonin turk duke shënuar një hap tjetër në lëvizjen kombëtare shqiptare. Edhe këtë vit të pranishmit në aktivitet vlerësuan kontributin e luftëtarëve, po dhanë edhe një mesazh për njohjen e brezit të ri me historinë e popullit tonë. Në rrugicat me kaldrëm të Gjirokastrës gjen gjurmët e një pune të përkushtuar, mjeshtërinë që jep jetë gurit. Selam Rondo, prej 15 vitesh, me dalt dhe që ka në duar, kujdeset që tradita të jetoj mes nesh. Edhe pse ka provuar emigracionin, ai beson fort se nëse e do punen, gjithmonë do të ndërtosh në vendin tënd. Vijoj më gjërësisht me materialet e përgatitura, kreu i Partisë Socialiste Edi Rama kërkoi një mandat të katërt për t'u dhënë shqiptarëve pasaportën evropiane. Gjatë komunikimit në dritaren online, kryeministri u shpreh se antarësimin e pritshëm në vitin 2027 e mundëson vetëm Partia Socialiste. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se deri në vitin 2027 Shqipëria përfundon negociatat me Bashkimin Evropian dhe më pas bëhet antare e familjes së madhe europiane. Për të arritur këtë, sipas Ramës, shqiptarët duhet i japin atij edhe një mandat tjetër qeverisës në zgjedhjet e 11 majit. Duke folur në rubrikën Sy më sy, Rama renditi disa nga përfitimet që do të kenë qytetarët shqiptar nëse vendi bëhet antar i Bashkimit Evropian. Pasaporta europiane na bën qytetarë dorës parë, sepse nuk ka më kufi për ne. Nuk hymë më në radhë për të shkuar të i polici. Nuk na pyet më njeri sa do rrim, as kur futemi brenda. Mund të rrim sa të duam. Mund të kërkojmë punë ku të duam. Nëse kemi larg qoftë një nevojë për një shërbim shëndetësor, e marrim njësoj si ata që janë shtetas të atij vendi. Nëse jemi student europian, nuk jemi student të huaj në Bashkimin Evropian siç jemi sot. Dhe pasaportën mund ta marrim nëse bëhemi bashkë në 11 maj, marrim bashkë një mandat të fuqishëm për të përmbyllur negociatat, pa humbur asnjë minutë kohë, pa asnjë luhatje, pa asnjë diskutim. Rama vuri në dukje se me pasaportën europiane shqiptarët do të trajtohen me dinjitet. Sipas tij, nëse Partia Socialiste fiton zgjedhjet e përgjithshme parlamentare, atëherë nuk do të humbet as një minutë kohë për të përmbyllur negociatat deri në vitin 2027 dhe për të bërë më pas antar të Bashkimit Evropian. Fatjon Hoxhalli do të drejtoj Këshillin Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar. Në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë, zoti Hoxhalli mori votbesimin e 74 deputetëve. Përveç Hoxhallit, Kuvendi miratoi edhe 10 antar të rinj të Këshillit Drejtues. Në seancën plenare të kësaj dhënë, Kuvendi i Shqipërisë ka zgjedhur me 74 vota Fatjon Hoxhallin si kryetar të Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar në garë me kandidatin tjetër, Helidon Haliti. 74 vota pro, 6 abstenime, 7 vota kundër. Projektvendimi miratohet. Fatjon Hoxhalli zgjidhet kryetar i Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar. Gjithashtu Kuvendi miratoi edhe përbërjen e plotë të Këshillit Drejtues duke votuar 10 antar të rinj. Bujar Kapexhiu u zgjodh me 75 vota, Raimonda Bulku me 78 vota, Zaimir Akita me 77 vota, Robert Budina me 66 vota, Osman Mula me 84 vota, Pano Gjigjo me 82 vota, Lorenz Vangeli me 72 vota, Enjo Civici me 77 vota, Alket Braho me 55 vota, Petrit Beci me 76 vota. Antarët e Këshillit Drejtues të Radio-Televizionit Shqiptar u përzgjodhen pas zhvillimit të seancës dëgjimore në Komisionin e Edukimit dhe Medias
ku kandidatët prezantuan platformat e tyre. Koalicioni opozitar PD Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të renditet me numrin 1 në fletën e votimit për zgjedhjet e 11 majit dhe Partia Socialiste me numrin 5. Pas miratimit të renditjes së subjekteve zgjedhore në fletën e votimit, KQZ në mbledhjet e ardhshme do të miratoj edhe variantet përfundimtare të fletës së votimit. Caktimin e renditjes së subjekteve zgjedhore për parlamentarët e 11 majit, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi. Subjekti pa në radhë për të tërhequr. Sipas shortit të hedhur, edhe në prani të përfaqësuesve të subjekteve politike, në krye të renditjes do të jetë koalicioni opozitar, Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore me numrin 1 dhe partia më e madhe, ajo qeverisëse Partia Socialiste me numrin 5. Koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore do të përmbajë numrin 1 në fletën e votimit. Aleanca Demokracia e Re do të përmbajë numrin 8, Socialdemokratit do të përmbajë numrin 11, Partia Lëvizja Dheu numrin 3, Koalicioni Nisma Shqipëria BE do të përmbajë numrin 6, Partia Lëvizja Bashkë do të përmbajë numrin 2, Koalicioni Euroatlantik numrin 4 në fletën e votimit, Koalicioni Djathtas për Zhvillim do të përmbajë numrin 9, Partia Socialiste do të përmbajë numrin 5, Partia Mundësia do të përmbajë numrin 10, Aleanca Kombëtare Shqiptare do të përmbajë numrin 7 Ndërsa renditja e subjekteve për në fletën e votimit u përcaktua, tashmë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të miratoj edhe variantin përfundimtar të fletës së votimit. Përkujtohet 117 vjetori i luftës së mashkullores në këtë fshat, ku qeta e Çerçistopullit u përball atëherë me garnizonin turk duke shënuar një hap tjetër në lëvizjen kombëtare shqiptare. Edhe këtë vit të pranishmit në aktivitet vlerësuan kontributin e luftëtarëve, por dhanë edhe një mesazh për njohjen e brezit të ri me historinë e popullit tonë. Është përkujtuar ditën e sotme në fshatin mashkullor të qarkut Gjirokastër 117 vjetori i luftës së mashkullorës, një datë dhe ngjarje historike për të gjithë banorët e zonës dhe jo vetëm. Në ceremoninë që u zhvillua, përfaqësues të pushtetit vendor dhe qendror përkujtuan dhe vlerësuan kontributin e madh të heronjve, siç ishte edhe Çerçistopulli me çetën e tij. Janë mbledhur në mënyrë simbolike për ta përkujtuar këtë ditë kaq të shënuar, të çmuar të lirisë dhe të pavarësisë, Gjirokastrës dhe gjithë Shqipërisë. Në mënyrë simbolike të konsoliduar për ta përkujtuar me dinjitet sot jo vetëm vendosja e kurorave, por dhe përcjellja gojë më gojë, transmetimi nga ne tek brezat që vinë, për të ruajtur, për të ngritur më lart historinë e shqiptarëve. Këto ngjarje janë ngjarje të rëndësishme në kujtesën kombëtare, jo thjesht sepse kanë ndodhur në një kohë të caktuar, por ato na kujtojnë për herë se ne duhet të punojmë dhe luftojmë më shumë për lirinë tonë, për trojet tona, për atë dheun tonë. Prandaj kjo ditë është e rëndësishme për të nderuar, kjo ditë është e rëndësishme për të kujtuar dhe mesazhi që jep kjo ditë është shumë i rëndësishëm për gjithë shqiptarët. I paruar kujtimi tyre, të rojmë t'i kujtojmë dhe këto të lëmë trashëgimi brez pas breza, sa herë të fusim frymën e brezat e rinj, që dhe ata ta vazhdojnë këtë rrugën që vazhdojmë ne. I paruar kujtimi tyre, të rojmë t'i kujtojmë lavdi dëshmorët të dheut. Shkurt për ulemi me respekt për veprën, gjakun, mundin e këtyre bi dhe bijave të trevëson. Të paruar, të rojmë t'i kujtojmë gjithë. Sot kemi dhe 110 vjetorin të vrasjes barbare të komandantit të këtore luftrimjeve të mashkullorës, Çerçistopulli. Ju vra në më mirë barbare nga shovinistët të sërbë Malazes në Shkodër. I paharuar qoftë kujtimi tyre. Lufta e mashkullorës është një ndër ngjarjet më të spikatura të rezistencës dhe kryengritjes patriotike shqiptare. Rreth 20 fëmijë me aftësi ndryshe janë bërë pjesë e qendrës komunitare në Tepelen. Kjo qendër që ofron përkujdesje dhe shërbim për këta fëmijë, synon të lehtësoj sfidat e tyre dhe të ndihmoj familjet, ndërkohë që përfaqësues të saj apelojnë prindërit që të sjellin fëmijët e tyre, pasi në bazë të statistikave numri i fëmijëve është më i madh.
Në Tepelen për të qenë pranë fëmijëve me aftësi ndryshe dhe familjeve të tyre prej disa kohësh funksionon qendra komunitare, një hapësirë ku fëmijët jo vetëm që marrin shërbime të specializuara, por edhe përfshihen në aktivitete rehabilituese që ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Aktualisht qendra frekuentohet nga rreth 20 fëmijë. Ne kemi dhe një qendër për shërbime komunitare për fëmijët me aftësi ndryshe. Kjo qendër konsiston në rehabilitimin e këtyre fëmijëve, jo vetëm në qendër terapeutike, por vazhdojnë fëmijët atje të bëjnë edhe detyrat e shtëpisë pas shkollës. Këtë qendër pak a shumë e ndjekin mbi 20 fëmijë. Dyert e kësaj qendre janë të hapura për çdo familje që ka nevojë për mbështetje, duke ofruar jo vetëm trajtim, por edhe këshillim për prindrit dhe përfshirje sociale për fëmijët. Ne shpresojmë që të vim në ndihmë të gjithë atyre që kërkojnë shërbime të tilla, duke organizuar punën dhe duke u gjendur prapë të gjithë fëmijëve dhe familjeve të tyre. Qendra komunitare në Tepelen mbetet një pikë referimi dhe shprese për fëmijët me aftësi ndryshe dhe familjet e tyre. Investimet infrastrukturore të qeverisë qendrore dhe vendore, por edhe ato të vetë banorëve po e bëjnë Libohoven pjesë të agjendave turistike. Çelja e bujtinave, prodhimet bujqësore dhe blegtorale po mundësojnë edhe zhvillimin e agroturizmit, por mbi të gjitha po rrisin ekonominë lokale. Libohova, një nga zonat më të njohura për resurset e saj natyrore dhe mundësitë e zhvillimit të bujqësisë dhe blegtorisë, ka shënuar një rritje të konsiderueshme në zhvillimin e agroturizmit vitet e fundit. Banorët e Libohovës po kthejnë gjithnjë më shumë vëmendjen drejt këtij sektori, jo vetëm duke hapur shtëpi pritëse, por edhe duke krijuar hapësira të reja për vizitorët, qoftë vendas apo të huaj, të cilët mund të njihen më thellë me traditat lokale, ato bujqësore dhe blegtorale. Vinë, dalojnë pjesin se herë që vinë turistat, po. Dalojnë, ka mundësi që marrin ato që ju pëlqejnë. Ndërkaq, Filip Zëra e cilëson këtë lëvizje si një iniciativë pozitive me potencial për zhvillimin dhe promovimin e traditave të zonës, duke e çuar Libohoven në një nivel më të lartë turistik dhe kulturor. Prodhimet që prodhon në territorin e bashkisë shfrytëzohen, por kryesisht prodhimet blegtorale janë të vendit. Kryesisht në traditat rruhen në fushën e kulinarisë. Ushqimet janë tradicionale të zonës dhe për këtë ne kemi një eksperiencë të mirë, kryesisht në Libohov, në Labo, bëjnë gatime tradicionale dhe të pëlqyeshme nga klientela ose vizitorët e ndryshëm që kalojnë territorin tonë. Agroturizmi jo vetëm që po ndikon në përmirësimin e ekonomisë dhe jetesës së libohovitëve, por gjithashtu po ndihmon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, duke u ofruar vizitorëve një përvojë autentike. Në rrugicat me kaldrëme të Gjirokastrës gjen gjurmë të një pune të përkushtuar, mjeshtërinë që jep jetë gurit. Selam Rondo, prej 15 vitesh, me dalt dhe që kanë në duar, kujdeset që tradita të jetojnë mes nesh, edhe pse ka provuar emigracionin, ai beson fort se nëse e do punën, gjithmonë mund të ndërtosh në vendin tënd. Prej rreth 15 vitesh, mjeshtri gur skalitës nga Gjirokastra, Selam Rondo, punon për shtrimin me kaldrëm të rrugicave karakteristike në Gjirokastër, zanatin e punimit dhe skalitjes, pohon se ka patur pasion që në moshë të vogël. Rreth 15 vite që ushtroj këtë zanat. Ky zanat që unë kam zgjedhur të bëj, është zanat që kam pëlqyer në fëmijëri. Kam bërë në fëmijëri, time kam bërë puna me gurin. Edhe vendosa që ta ushtroj këtë zanat, nuk e parë që edhe këtu po bën kaldrëme në qytet, dhe të punoj me kaldrëmet, është një zanat që mua më pëlqen. Edhe fëmijë ka pas shef si zanat, dhe duke parë usallar të tjerë, edhe më ka pëlqyer edhe vendosa ta ushtroj dhe vetë. Ishte e vështirë që ta mësoje? Për mua nuk ka qenë aq e vështirë, sepse unë kam pas shumë dëshirë të punoj me këtë punë.
Me Dalton dhe Çekani në duar, mjeshtri Gjirokastrit ka punuar për ndërtimin e kaldrëmeve në Gjirokastër, por kaldrëme më ka punuar në çdo segment të qytetit, pa përjashtim. Në çdo punë që është bërë në qytet, unë kam punuar pazarin, përmendi pazarin. Në rrugë të tjera, në çdo rrugë pothuajse kam punuar. Përgjithsisht këtu ne kemi marrë vlerësime pozitive, përgjithsisht. Dhe njerëzit na kanë vlerësuar për punën. Edhe ne jemi mirënjohës për atë që kanë bërë. Turistët, ata janë më të interesuar biles nga vendasit për të zanat. Është një zanat që ata nuk e njohin, e shikojnë sepse puna jonë këtu është e veçantë, është kaldrëmet tona nuk bën për vendet tjera, është shumë e veçantë dhe ata janë më të interesuarit që na shikojnë neve dhe ndalojnë biles, na vështrojnë për disa momente dhe thonë bravo, u lumshin duart në gjuhën e tyre sigurisht. Edhe pse ka qenë emigrim vite më parë, ai pohon se zgjodhi të jetojë në vendin e tij, pasi nëse ekziston dëshira për punë, mund të jetohet akoma edhe më mirë këtu, shprehet ai. Ka vendosur të kthehem këtu, të punoj këtu, e shikoj që këtu më del diçka më mirë, sepse kujtoj se në emigrim diçka është më mirë, po unë mendoj se po të punosh këtu, të zgjedhësh një zanat, ta ushtrosh atë zanat, edhe me përkushtim, mendoj se është diçka e mirë të punosh edhe këtu në vendin tënd, të shërbesh domethënë këtu në vendin tënd. Gur Skalici nga Gjirokastra dëshiron që kjo mjeshtëri e traditës të mos harrohet, por të mësohet edhe nga të rinjt. Mësuesi pensionist Kristofor Milori boton librin e historisë sotrisht të babait të tij. Vasil Milori u pushkatua nga sistemi komunist në vitin 1946. Miqtë e librit në minoritetin etnik grek, por edhe më gjerë, tashmë kanë në duart e tyre librin e mësuesit veteran Kristofor Milori. Autori ja ka kushtuar librin vetlinjes së tij, fshatit Vrion në Bashkinë e Finikit, por edhe babait, Vasil Milori, i cili u pushkatua nga sistemi totalitar në vitin 1946 para gjithë bashkëtarëve. Megjithatë, armiku i popullit arriti të bëhej mësues dhe mbijetoi mes shumë fortunash nga lufta e klasave. Me ngazëllim, ai rrëfen për televizionin publik motivin e botimit të autobiografisë familjare. Është një libër autobiografik. Ai përmban jetën e familjes tonë dhe parafisit tonë, nga periudha pas pavarësisë edhe deri në vitin 1995. Keni përfshirë në këtë libër edhe historinë e fshatit tuaj? Po, e kam përfshirë gjithë historinë e fshatit tonë, origjinën e fshatit, origjinën e kishave, origjinën të familjeve, të gjitha i kam të përfshira në këtë libër. Kujt ja keni kushtuar librin? Librin unë ja kam kushtuar babait tim. Babai im në vitin 1946 ka qenë kryeplak i fshatit, ose kryetari i Këshillit Antifashist. Dhe për duke qenë njeri me një shikim të largët, sepse kishte mbaruar liceun në Athinë, edhe ishte njeri i cili luftonte për edukimin e fëmijëve të fshatit. Të gjithë fëmijët kujtonte ai se kështu do të ishte koha. Do thënë, u çlirua Shqipëria edhe fëmijët e Shqipërisë tani do të shkojnë në shkollat e Gjermanisë, të Francës, se kudo. Libri profesor Kristoforit, Vasil Milori Rrugëtimi një patrioti, do të prezantohet fillimisht në Athinë, gjatë kësaj pranvere, dhe më pas do të organizohen aktivitete të ngjashme në Finik dhe në Sarandë. Ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju lë në shoqërinë e RTS Gjirokastra. Bashkë miru takofshim.